Përshëndetje goca, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një tjetër vlog këtu në kanalin tim. Sot kisha takimin për të shkuar për kartën, si që pat. Vajta i bëra të gjitha procedurat edhe e bëra kartën kështu nga kjo që do marrë ekspres. Sa ajo tha edhe mund të vënohet, tha. Edhe unë nuk mund të pres të vënohet sepse në gusht do iki për në Shqipëri. Kështu. Hej goca, përshëndetje. Mirë se keni ardhur në një tjetër ditë këtu në vlogun tim. Nuk e di kur kam filmuar për herë të fundit, me thënë drejtën, po më duket se para një dite apo 2 dite, nejse. Mezi po marr frymë sepse po nxitoj. E dini ç'a ndodhi sot? Sot më ka ndodhur shumë gjëra që do doja ta kisha kamerën hapur në fakt, por do kuptoni këto gjëra spontane, kështu që të filmohen spontanisht. E para gjë është që më erdhi certifikata. E mora provimin e historisë së Gjermanisë. E kalova shqyr, nuk e prisja, ua kam thënë, por e mora. Tjetër gjë. Zoj këto mama para kështu ndryshe. Hyrë në email Romilda, se herën e fundit që kam filmuar ka qenë kur kam shku që kam bërë aplikimin për kartën e qëndrimit goca të ren. Nuk e di u fola apo jo, që i bëra të gjitha, çdo gjë okej. E bëra kështu kartë ekspres, që të më dali shpejt, sepse nuk e di se kur mund të dali, nga që këtu mund zgjasë edhe 3 muaj. Thashun që t'jem e sigurt. A di që do paguaj pak lek, jo në një gjë kush e di, por që e bëra ekspres. Edhe sot futem unë në orën 1:01 në email dhe shikoj që më kishte shkruar një burr shqiptar. Përshëndetje. Doja t'ju thoj, punoj tek Alex, ata që jetojnë këtu në Gjermani e din, ç'a lokali është ky? Alex quhet. Punoj aty, thoshte. Edhe kam parë që është leja juaj e qëndrimit, karta juaj e qëndrimit është aty. Edhe unë ngela. O zot, thash, tani ka disa dita që e kam parë. Qa t'i them? Nuk i kam këtë përgjigje akoma, sepse atje po shkoj. Por që nuk ja vlen me, sepse kjo karta kam mbaru punë. Që kur kam bërë dorëzimin, do me thënë kallëzimin në polici. Nuk ja vlen me. A i varet kur e ka parë, edhe kur më ka gjetur mua që të më shkruaj. Edhe për këte, do me thënë e mendoj, them, ku më ka gjetur mua ky? Ndoshta ka parë emrin, normalisht ka parë emrin dhe më ka kërkuar kudo derisa i kam dalë, se unë kam vendosur dhe emailin. Unë kam vendosur dhe emailin aty në për profilet e mia. Edhe më kishte dërguar email. Shumë faleminderit për këtë gjë, po. Nejse, shikoni, të vjen qikinate, gjithsesi, varja. Unë tani i futa letrat kur i thom për këtë të ren. Dhe kështu, tani po iki do marr kartën të vjetrën. Do dorëzoj 2 porosi sepse sot është dita e fundit për t'i dorëzuar blerjet që kam bërë gocat gratë ku di unë në Vinted. Edhe me duhet t'i dorëzoj sot. Unë në fakt i mora dje me vete për t'i dorëzuar. Dje nuk filmova, por nuk i dorëzova sepse ashtu i kisha punët shpejt e shpejt. I harrova fare, edhe pastaj jo na zurish i rrugës, i lash fare me pak fjalë. Edhe duhet i shkoj t'i dorëzoj sot, me se zbar. Duhet për 8 minuta vjen. Për 8 minuta vjen. Autobusi, sa po ka ikur, fakt varja. Edhe duhet t'i dorëzoj sot, goca. Edhe pres edhe pak o mbas dite, nuk e di fare, shoqet më thanë që kam dalë në kafe, se i morën telefon. Nuk e di nëse do mundem të kthej dot atje derisa të vi pakoja. Gjithsesi do shofe do bëj.
Sa i natë vjen këshu me këtë pjesën e kartës. Edhe më e forta është që unë ju tregova atëherë kur e humba që kontrollova tek Rosman, tek dyqani Rosman, tek dyqani tjetër Kikut, aty ku janë ngjitur me njëri tjetrin, edhe këtu është edhe ky lokali Aleksit. Edhe më e forta do jetë se ai më ka rënë aty në tokë mua dhe njerëzit e kanë parë, e kanë marrë dhe e kanë futur në lokal. E kupton, jo me ide se mua më ka rënë kështu kur kalu. Nejse. Qatë bash, ishte shkruajtur për të ndodhur, tani do iki se... Do iki, do të 6 minuta të vija autobusi, goca. Nëse nuk harroj do ju marr, do e hap pa kamerën, prap kamerën. Ja, do hym tu. Tani jam duke u kthyer në shtëpi, i dorëzova pakot, kartën e mora siç ju thash, ndalova pak aty takova shoqet, nuk mbetëm shumë se është vajti vonë në fakt. Edhe më vinë edhe porosit tani. Edhe siç e shikoni koha është kështu si pa Terezi, herë me Terezi, herë pa Terezi, s'pe marr vesh të kohën. Herë shi, herë... Nejse, si Gjermani më. Edhe... Po ikim pa kthehemi në shtëpi njerëz. O zot, nuk e di. Drita mami. Kështu goca, kështu. Nesër është pushim këtej. Ju thash, nuk e di, s'pa maj mend që ju thash tani. Nesër është pushim, edhe pse pushim koha është shi, kështu që nuk është se dalim dot me në vend. Do rrim në shtëpi. Nejse. S'po e mbyll akoma këtë vlogun unë. Ndoshta ndodh në gjë interesante nesër, të shohim. Qa do ndodhi po? Po e mbaj edhe pak. Duhet shikoj sa minuta janë se nuk dua që t'ju mërzis me shumë minuta, goca. Edhe këto ditë më ka ndodhur diçka që në fakt e kam të regjistruar, por më mirë nuk po e tregoj se është diçka shumë personale, mendoj, ose nuk e di, mbase vjen një moment i dytë që e tregoj, edhe që ma ka ullë pak atë moralin me thënë drejtën. Por jeta vazhdon, disa gjëra janë të shkruara, nuk i dalim dot aty lart, gjërave natyrore, kështu gjërash. Ndoshta thash në një moment të dytë e tregoj, tani nuk jam gati, edhe kështu që e kam thënë edhe një herë tjetër që buzëqeshja e këto gjëra kështu nuk tregojnë asnjë gjë për njeriu. Ase dhe një gjë se qa mund të kenë brenda shpirtit të tyre. Njerëz. Hej goca, përshëndetje, uroj që të dëgjohem. Përshëndetje nga një ditë tjetër këtu në kanalin tim. Na falni pak për pamjen që jam unë, nuk jam gjendjen time më të mirë të mundshme, edhe rëmujës që është bërë këtu te kuzhina. Gjithsesi, t'ju tregoj ç'a kam bërë. Që bëfsha lëmsh. Asnjë gjë nuk kam bërë, goca, nuk është se kam bërë ndonjë gjë, kush e di se ç'a, me thënë drejtën, nuk mbaj mend kur kam filmuar për herë të fundit. Nuk e di, nuk e mbaj mend. Do të shikoj videot. Gjithsesi, unë... herë të fundit, pardia më duket, që filmova për atëja, që mora kartën, që kishe gjetur ai burri, po. Ka qenë shumë kohë e keqe, goca, edhe tani është kohë e keqe. Edhe, avash mama, edhe tani është kohë e keqe. Esh mama, hes ma tanë. Edhe tani është kohë e keqe, është shi, ftohtë një herë,
Sot është e premte. Do kështu ti t'jap mami, dale. Sot është e premte, d'jap që gëzoj simitet, i ka shumë qef simitet. Ishim të Turku. Mele, mama, mele. Hanzoj, bravo dashëria ime. Edhe është shumë ftohtë, po thoja goca. Kombinimi im pijame poshtë, bluzja sipër, është shumë ftohtë, po thoja. Ka ndryshu koha kështu. Këtu është rëmuj, sepse nuk e di pse, kështu sepse qa pyetje bëj dhe unë Romilda. Nejse, kështu është Gjermania, kjo koha e Gjermanisë kështu është. Nuk është ndonjë gjë e re, me thënë drejtën, edhe do vazhdoj deri javës tjetër, thoshte, kjo koha kështu. Kjo koha e shpifur. Isha tani, kam shitur airfryerin e vjetër që kisha nga Kozori, sepse kam marrë një të rim, një bashkëpunim tjetër që e mora nëpërmjet një agenti tjetër në TikTok, se agent quhen ata në TikTok që kanë ata interesat e veta, nejse se mos t'i hyp këtij muhabeti, se kismet ndonjëherë tjetër e shpjegoj, dhe këtë vjetrin e shita. Dhe e shita goxha mirë, me thënë drejtën, edhe pse edhe ai vjetri punonte si i ri, sepse nuk është se unë i mbaj gjërat, nuk është se i keq përdor, i mbaj goxha gjërat. Edhe e shita në Vinted goca. Atje në Vinted më gjeni me emrin dollapi im. Duke se kam lënë një herë linkun diku, ndoshta u ale këtu, po nuk harrova, sepse vërtet nxjerr shumë gjëra. Edhe robe, veshje kam zgjedhur që i mbaj nga një herë, edhe i shes atje pastaj. Leqe sa kam pa ashtu, nejse. Sa kam pa nxjerr, duhet i nxjerr, por ndonjëherë përtoj, me thënë drejtën. Isha te Turku, marroj herë këtë muhabetin. Isha te Turku, goca, dhe te Turku qa mora, i dini ju qa marrën te Turku më së shumti, mish, por këtë radhë ka marrë edhe këto gjërat e tjera që doa t'rregoj tani. Nëse jeni këtu në Gjermani, doa super sugjeroja, më duket se kam thënë dhe një herë tjetër, por tani po ua them prap, me qenë se e kam letrën, do thoni juve qa do na thuash. Ka marrë këto fasulet, se unë e di që këtu në Gjermani është e vështirë për gjetur fasule që zjejnë, që janë të mira. Goca, nëse shkoni te Turku dhe i merrni këtë lloj, këto unë ua super sugjeroj, këtë me këta jeshile që është tat. E disa zjejnë me një herë, për shembull, i la unë gjithë natën këto në ujë, edhe të mesmen. Pas ka qenë hapur, kjo tani e vura reu. Nejse. Zoj, jo mama, hecani. Jo, qepem këtu të plerat me dashuri. Jo, hecani. Ato zjejnë, ju thash zjejnë, unë i kam provuar, po thuaj se të themi të gjitha fasulet në përmarkete lere më, që i kam provuar, po dhe të Turku kisha provu 1-2 derisa arrita te ky. Dhe ky ishte vërtet, domethënë kjo lloj ishte shumë e mirë. Mora një miell misri, se edhe këta e përdor shumë unë, kur bëj këto, e dini ju, për shembull bëj perime unë, ose kur bëj plancin që e zjej, e lyej këtu me vezë e skuq, kur bëj brokolin ose lule lakër që e zjej dhe e bëj me vezë, e lyej tek mielli misri, se del më e mirë se sa kur e bën me miell normal, me miell gruri. Po ashtu te Turku mora dhe këto kumllat, kishin dalë kumlla. Këtu nuk mora shumë, unë me thënë drejtën, kjo 250 gram ka, thjeshta për neps, sa ishte kilja e këtyre, moj, se me hodha letrën. Por që kushton të ca, nejse, dale se e kam këtu. Gënesh, që është kjo? Tal të gjej. Më duket se 2 euro i gjysëm, ishin ullur, se këta janë shtetë. Ose, mas edhe nuk është. Po, 2 euro i gjysëm, i bie, jo, i bie ka 2 euro i gjysëm, nuk është 1 kila aty. I bie më shumë. Bën kilja, këtu janë 250, i bie, pse i bie kilja me? 2 e gjys, dhe 2 e gjys, 10 euro, 10 euro kilja. 10 euro kilja. Hes mama, e hengri tjetë, hes haje tani. Kujle, hes haje. Mere haje si mitin, mama. Goxha shtrejnë, po unë për neps, është i sikur nejse. Mora edhe këtë salcën, që është me domate dhe me spec, nuk ishte si ajo marka që unë marrë zakonisht,
Por s'ka gjë, mora si kjo, ta provojmë dhe këta, i tha, ai burri tha, është e mirë edhe kjo. Normalisht ata çfarë do thonë, por gjithsesi unë e mora se më Hecani hajata mama, të lutem. Ti rregullon mami këto. Hecani jo jeta ime. Po flet mami, hec. Edhe pastaj goca, ta fus këto këtu, edhe ti tregoj se ça mora dhe të Aldi. Jo, prisë s'marova unë akoma që mora të Turku, se kam çantën këtu. Gjithsesi, të Turku unë mora plenca goca, se ju e dini që unë plenca mora. Ka marrë zemër qingji, zemra qingji, po qingji ishte kjo, sa të mira, nuk e keni iden. Sa të mira ishin ato zemrat e qingji, to zoti, i bëra herë në parë. Ka marrë mish pa kocka, vetëm për gjell, dhe plencin e kam këtu, që në fakt unë këta duhet ta fus të zjej, po vallai nuk e di kur do ta fus të zjej, me thënë drejtën. Sot se dia do ta fus dot të zjeja nesëra, mos merrem sot me këta. Po përtoj, edhe duhet, o zot, kur ta fusësh te për të zjerë, duhet sistemoj njëherë gjërat, se ti bën këtu. Po ku ta fusun këta, do thoni juve. Unë sonte për darkë do t'i bëj Lirit plenca prap, kështu që nxjerrun këtë plencin se të shkrin kjo. Edhe, nuk e di goca, i Liri burri im, domethënë, i ha shumë plencat. Edhe unë i bëj të mira, nuk është se i bëj në shkencë, kush e di se qa, por ashtu si që i bëj. Nuk e di apo t'gjohem unë aty që po flas këtu, po më duket se t'gjohem. Goca kam harruar t'ju them diçka që më ka ndodhur, do thoni ju çfarë ka ndodhur. Më ka rënë klefi quhet, kjo i dhem i lëmballës, 2 lëmballëve, nuk bien ato kështu, thjesht më ka rënë një ditë, ta fus këtu pës njëherë. Bo, duhet ta kisha mbarun këtë. Pse se ndava unë këtë me marrë dreqi. Sa i natë, thava në durt. Pse nuk e ndava unë këtë? Pse bëhen ka që budallashe e Romilda? Ja, përtoj unë të ndaj që tani. Ma falni. Mos përdorin dhe një gjë që s'duhet. Jo, mërë zot, me zala se futet. Ua. Thava në duart. Më thau. Më thau në duart. Shumë i ftohtë. Akoma s'kishte shkrirë, imagjinoni, ka një javë, as pas kam dhe bateri shumë mund të kamera. Gjithsesi, po ju thoja goca që më ka rënë, më bie kjo, nuk bie gjatë ditës, për një ditë më radhë me thënë, dhe kështu nuk është se më lëvis më bjeri. Kjo porcelani, si quhet kjo? Mbushja klefi, kështu i quajmë neve, i dhembit, të dhëmballës më saktë. Dhe jam shumë e mërzitur, sepse nuk po gjej një që ta rregulloj këtu. Takimet janë mbas 2 muajve. Unë atëherë do ikin në Shqipëri. Ajo doktoresha që i kam bërë unë më tha që Romilda mundohu ta gjesh një takim këta, sepse kam frikë ta mos nga lagështirat prishet e i dhembi jo të poshtë, kuptoni? Edhe nuk e di, më ka zënë halli tani qa do bëj, nuk e di fare, jam në hall, nuk e di goca, më tregoni jam në hall. Do shkoj prap të henën njërë që shikojmë në event tjetër. Ti gjaun qa dreqin do bëj, më ka mërzitur kjo gjëja kështu. Nuk e di, por jam shumë e mërzitur për këtë gjë. Deri sa ngusht, më frikë se do më prishet dhembi. Hajde pastaj e rregulloj edhe njëherë to, gjeja të rezin këtyre edhe njëherë. Nuk e di. Edhe kështu migra. Tani, në market nuk ju të tregova fare që mora, i futa direkte una.
Mora 2 qumësh, kam marrë vezë që jam duke I futur tani. Ua, sa të vogla këto, mo. Që mase janë këto, me? Me, seja, atë... Si pas kam vënë re mirë, si ka kardhiqe janë. Në falni për shprehjen. I kam shumë bezdi këto seja, shumë të vogla janë. Do thoni juve bëj nga 2, unë 2 bëj gjithmonë kur bëj ndonjë, ose na 3. Varet, po si kam vënë re mirë, unë jam marrë dreshi, nejse varja. Mora 2 kos, se më kishte mbaru dhe kosi, që mora tjetër unë? Rigon, buk, banane, limon që I futa këtu, lule shtrydheja ku I kam këtu, duhet I laj edhe këto, duhet sistemoj edhe këto kartonat që kam për t'i hedhur. Domate, se ishin liru, se vajti u rritën goxha njëherë këto, nuk e di si keni ju ande nga jeni, por u rritën goxha njëherë këto. Nuk është se I konsumojmë shumë, kur bëjnë I salat, me thënë drejtën, ose në njëherë kështu kur kujtohesh, nuk e di them, hajde t'jenë aty se do na duhen. Keni parasysh në gratë me që kështu, hajde t'i kemi aty. Këte mangon janë zora zojit se thash t'i jap qik pastaj edhe ishte e ftohtë kjo se I majnë frigorifer. Edhe tani, di që do bëjmë, duhet sistemoj këto endë, se si që kemi ngrani kam lënë aty në tavolinë, duhet t'i fus brenda dhe duhet vekte që t'lahen enët, lavastoviljen, duhet sistemoj këto. Shikoni ato aty, janë kartona që I kam mbledhur, se edhe pak do vezoj në gjumë. Se që do e thoja gjë e tjera nuk e di, keni u shashtisa sa ndejsa këte. Por do e të flisja pak goca edhe për atë çka po ndodh në Shqipëri këto kohë me ato protestat. Edhe më vjen mirë që është duke u zhvilluar protesta, që të gjithë jemi ngritur, të gjithë janë ngritur. Unë nuk para flas shumë për këto gjëra, e keni vënë re besoj. Edhe kam bërë vetëm një reagim, themi edhe ndonjë story në Instagram. E di shumë mirë që ka ndodhur shumë gjëra në Shqipëri, e di çka nuk dua të jem shumë kritike të themi, ose që të them që këtë unë ta them egërsisht, por vetë e kemi kërkuar, me thënë drejt. Unë nuk e kam kërkuar, se unë po e them troq, unë kurrë se kam votuar Edi Ramën. Tani do thoni ju, jo, po kështu thoni ju, jo, unë tregohem e sinqert, nuk e kam votuar kurrë Edi Ramën, madje në jetën time 2 herë mund të kem votuar për kryeministër. O jeta ime! O shpirti mamit ti, që ka goqa mamit? Do të haj moj, që do në ti? Që do zoj? Jo mama, është telefoni mamit. Heslo, e hangre tjetë? E hangre? Ko e ke si miten ti? E hangi goqa shimiten? Do një bishkot? E ka mami, prit jep mami një bishkot, prit jep mami një bishkot vogël. Prit, hapo këtu. Hapo, prit. Ja, ta jep mami, na një bishkot vogël ti na këto, që ti bëj mami punët tu shpejt. Meli, hec. Avash. Hec më ta hengra byqen e vogël. Shpejt e ta hengra byqen. Edhe po thoja, na falni se kemi ndërprerje. Po thoja goca që unë kur nuk e kam votuar Edi Ramën, me thënë drejtën, nuk jam me PSS. Kam qenë, të themi, e djathtë, por kam vënë re që edhe djatha, sidomos tani në këtë periudhë, me thënë jam bashkë, edhe kjo gjë nuk më pëlqen, mendoj se ka ardhur koha që Shqipëria të ketë një lider të ri, të themi, një frymë të re, edhe nejse. Edhe kështu që popullit mirë I bëhet, se po marron bateria, mirë I bëhet popullit kjo, dhe Vlora, sidomos gjithmonë PS ka treguar, do të thënë që ka votuar gjithmonë PS-n, edhe po nga ajo është duke ngrënë, themi. E kuptoni ju ç'a bëhet? Gjithsesi mua më vjen shumë keq për vendin, për ambientin, për këto më vjen shumë keq që gjitha jo, do me thënë, pse të prishet, ose është dhe muhabeti thellë, kjo nuk duhet I futem kësaj gjëja, por më vjen mirë që njerëzit të
paktën për herë të parë jam bërë të gjithë së bashku rinia, nuk ka kuptoni se ka qenë e vështirë që të mlidhen gjithë, ose një ditë mlidheshin dhe kaq e linin protestat, për protesta tjera flas. Dhe më vjen shumë mirë që po ndodh kjo gjë dhe të hiqet fare ky nejse, se mund të ketë në një që e do Edi Ramën këtu edhe thot çka ke Romilda. Po e mbyll me kaq këtë çështje politike. Edhe tani po shikoja, domethënë kam parë që mbram me atë polici në Pogradec edhe mbet mishi kokra, po shikoja tani atë që po e përcillte gruaja vet me fëmin 8 muajsh. O zot, mra pika, zot i madh, fillova po qaja. Edhe unë nuk e di, nuk mendoj, o zot, inshallah mos na sprovoj një gjë të tillë. Asnjë njeriu mos ta provoj një gjë të tillë. Nuk ka gjë më të keqe, mendoj unë. Nuk ka gjë më të keqe, sinqerisht, o zot, ruaj gjithë njerëzit. Sinqerisht, nuk e di, më erdhi shumë keq, shumë keq. Shumë keq, inshallah Zoti e ndalon dorën të ata kur i thon dhe i jep vetëm të mira. Edhe u mërzita dhe unë shumë, sinqerisht, me gjithë të gjëra që po ndodhin, si nuk e kanë kap ata njeri më përpara dhe pse më njerëz, pse më polica, pse vajtet pa ashtu që quhet pa jelek, edhe pse ai e kishte goditur në kokë. Gjithsesi nuk dua ta zgjas më shumë dhe për këtë muhabetin, por më erdhi shumë keq për këtë ngjarje që kishte ndodhur në Shqipëri, goca, sinqerisht. Nuk e di, nejse. Unë tani po e mbyll, do sistemoj pak këto gjëra tu, se si më duket të rri duke bërë punat edhe të jemi kështu, thjesht duke folur, do jem duke folur me vete. Do t'i sistemoj këtë shpejt, sepse dhe ora po shkon për ta vendosur në gjumë, ju thash. Edhe kështu goca. Do shifemi sërish. Se u hutova tu pa ndej, se më duket po ja fillon shiu prap, thash, është bërë, nuk e di. I futëm kot ato rrobat të dimrit, më duket, që sistemova kot. Duhet me nxjerr prap. Porca miseria, kur thon italianët. Hej goca, përshëndetje nga një ditë tjetër këtu në kanalin tim. Sot është e njëjtë, që është dita e pushimit, ju thash edhe dje. Jam shumë inatosur, shumë e mërzitur. Nuk e di ndodh kjo me gjithë burrat apo vetëm me burrin tim. Siç e shikoni, jam gati sepse mendova se do dilja. Kur them mendova është sepse u zgjuam sot mëngjeset, u zgjuam pak vonë sepse Zoi mbem nuk ka bërë rahat, ka fjet me ne po s'ka bërë rahat. Edhe u zgjuam nga ora 7:30 kështu. 8 pa ca. Edhe, okay, u hang mëngjesi dhe pastaj unë kisha 1-2 punë këtu te dhoma, po burrat nuk e shohin duke këto gjëra. Edhe pastaj vajta për të bërë gati në orën 9. Deri në orën 9:30 marrova, pastaj gjysmore 40 minuta aq, sepse jo sa të bëja skincare-in, jo make-upin, jo Zoi herë më linte, herë nuk më linte. Edhe jo po vonove, jo po vajti vonë. E keni parasysh ankesat. Jo po kur të shkojmë te kafe, u mërzita fare, e lash, u zhvesha. Se vajti ora 10 pa ca pastaj. U mërzita dhe i thash, okay, nuk dalim. Dil vet. Mora Zoin, e futa Zoin në gjumë. Edhe ashtu jemi mërzitur. Unë paktën, se ne gratë vrasin më shumë mendjen. Ata na hiç nuk duan t'ja din. Ikin. O acarova. Edhe kot sa acarojemi neve, kot sa mërzitemi, sa e vrasim mendjen kot. Nëse gjoni zhurmën, kam vënë ata që të fshi, robotin. Zoi është në gjumë akoma, unë e kurosa, ca robe që kisha për të kurosur. Rregullova këtu. E tani poroj pak. Do editoj video tjetër që kam për postuar, po nga që është kjo duke punuar edhe duhet shikoj Zoi në telefon të kamera.
që është në gjumë. Edhe jam shumë e acaruar. Shumë e mërzitur. Edhe një ditë pushimi që e kemi i thash, për të dalë, ja që bëhet. Nejse. Dia goca si që pat, vajta mora kartën, se du doj pak për mbledhje, se më duke se ky e kam i që këshu të halakatur këtë vlogun. Ky tipi tani, ky burri, e kishte par kartën time, aty të puna ku punon si që thash tek Aleksi, e pash të zyra tha, i me letrat, edhe lexova që ishte shqiptar, edhe prandaj tha, të kërkova në rrjete sociale, tha, por nuk munda të bëja dot mesazhe, se unë i kam të bllokuara mesazhet. Edhe nejse, pastaj, nga që ka parë emailin tim në për kështu profil, shkujta email, tha. Nejse, faleminderit i thashun. Është pak vonë, se unë e kisha bërë aplikimin, gjithsesi e mora, që do ta lë atje. Kështu. Pas kam 100 këtu. Edhe, kështu goza. Sot, që do bëj? Në njëra anë po ma jep truri, thash do marrë Zojën kur qojtë edhe do dalë me Zojën. Në i nati. Po qa, po shkon ora drekës, ora 11:30. Duhet bëjt e drekën. Difus një pilaf aty sot, e qik salat, mirësh. Se dhe Zoj ma ha pilafin shumë, me kra. S'kam qatë bëjt tjetër, në shpi dërin. Është edhe koha shumë e keqe. Shi. Kështu kësa kështu për... Unë po e mbyll tani këtë vlogun këtu. Mos ta zjas kot. Edhe... Uroj që në vazhdim të kemi gjëra interesante. Gjëra të bukura. Këtë muaj është muaj i ditëlindjes time. Jam i qershor. Se di kur ta postoj këtë, mund të shkoj korrekt postohet ky. Nëse. Edhe ama se çfarë do bëja si gjë, as nuk do të testoja si gjë. Nëse ta mbyllun tani se ngela. Do ta mbyll tani, do ta mbyll pastaj, do ta mbyll sepse edhe Zoj zgjohet tani, unë duhet të shkoj të bëj drekën. Ju përshëndes goca. Faleminderit për mbështetjen. Edhe nëse mendoni të arsyeshme e suportoni këtë kanalin me një subscribe aty. Mos harroni të më bëni like, comment, share. Unë ju puth, ju dërgoj një përshafim, faleminderit për mbështetjen. Edhe kaq. Bye bye.